Ngjarja tragjike e Durrësit, ku shoferi i dehur ju mori jetën 2 të miturve, i ka bërë socialistët të nxitojnë për të hartuar ndryshimet në kodin rrugor, që ashpërsojnë sanksionet për ata që drejtojnë makinën në gjendje të dehur. Në dokumentin e hartuar nga kreu i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja dhe deputeti Erion Braçe, parashikohet heqja e patentës për jetë për të gjithë ata që ulen në timon pasi kanë konsumuar alkool përtej normave të lejuara. Kur nga verifikimet e parashikuara në pikat e këtineni rezulton një vlerë alkolike më e lartë se 0.5 gram për litër në gjakun e drejtuesit të mjetit, edhe ky drejtues është konstatuar dhe ndëshkuar më parë për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit ose në gjendje të dehur, në rast përsëritje merret masa e heqjes së lejes së drejtimit përgjithmonë. Edhe masa e gjobave do të ndryshojë për shpejtësinë dhe manovrat e rrezikshme në rrugë, si dhe në zonat e banuara. Ato do të njohin dy fishim. Masa e gjobës nga 10.000 deri në 40.000 lekë bëhet nga 20.000 deri në 60.000 lekë. Kufizimet posaçme vendosen për drejtuesit e rinj, të cilët janë pajisur me leje deri në 2 vite. Norma e alkoolit në gjak për ta duhet jetë 0. Shpejtësia e lejuar për drejtimin e automjetit në autostrada duhet jetë 90 km/h, ndërsa do t'ju ndalohet drejtimi i mjetit nga ora 24 deri në orën 6 të mëngjesit. Një tjetër ndryshim është dhe ai i nenit 115 fraksion 1 i kodit rrugor, ku parashikohet që drejtuesit e mjeteve që kapen pa patent do t'ju shtyhet e drejta për t'u pajisur me leje drejtimi pranë autoshkollave me 1 vit.